Shërbimi inteligjent I NATO-s në një raport të brendshëm e përshkruan shërbimin informativ të Kosovës si organizatë të fuqishme kriminale. Amerikanët dhe britanikët e implikojnë këtë organizatë në vrasje, shantazhe, sulme, kontrabandë të drogës, naftë dhe në eliminime të kundërshtarëve politik. Ky raport, të cilin e ka siguruar koaditore, nuk flet vetëm për shikun si shërbimi I PDK-s, por edhe për shërbimin inteligjent të LDK-s, I cili nuk quhej shërbimi I Adheut, por Agjencia Inteligjente e Kosovës e qëllhiqej nga Avdi Behrami. Shërbimi I NATO-s, që konsiderohet një prej më të fuqishmëve, në këtë raport thekson se në veprimet kriminale janë përfshirë lider të lartë të skenës politike, nisur nga Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Azem Sylla, Adem Grabovci, Xhavit Haliti, Fatmir Limaj, Latif Gashi, Sabit Geci, Fatmir Xhelili dhe Helmi Reqica, në një periudhë kur Partia Demokratike e Kosovës përpiqej të dilte e para me vota dhe të vinte në pushtet. Koaditore ka siguruar qindra dokumente sekrete të NATO-s në Kosovë që flasin për veprimet të errta të disa liderëve kosovar nga pas lufta e deri në vitin 2005. Lidhjet kriminale dhe biznesore të liderëve sipas dokumenteve sekrete të NATO-s janë të shtrira edhe përtej kufive të Kosovës, si në Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi. Madje lidhjet biznesore të drogës thuhet se arrin deri te njerëzit e Mira Markovićit dhe Arkanit. Shërbimi I NATO-s pos kësaj ka nxjerrë në pa përpjekjen e njerëzve të PDK-s për të zvogluar ndikimin dhe elektoratin e Lidhjes Demokratike të Kosovës që udhëhiqej nga Ibrahim Rugova dhe për të marrë kontrollin e naftës, që asukohet sipas raporteve kontrolloi nga Ramush Haradinaj, kryetar I AAK-s. Në veprime kriminale, KFOR-i implikon më së shumti njerëzit e PDK-s, pasuar nga ata të AAK-s, LDK-s, si dhe të disa që aktualisht janë në lëvizjen vetëvendosje dhe në aleancën Kosova e Re. Qëllimi I këtij dokumenti është përditësimi I rishikimit gjithëpërfshirës të shikut që ishte bërë më 12 mars të vitit 2002. Shiku mbetet kërcënimi kryesor për KFOR-in në fushën e inteligjencës, shkrua në këtë dokument që flet se në një rast dikush kishte arritur të hynte në KFOR dhe të vidhte dokumente sekrete. Shërbimi I KFOR-it përmend se si Shiku kishte arritur të rekrutonte për vete përkthyesit e KFOR-it, të UNMIK-ut dhe të organizatave të tjera ndërkombëtare. Shërbimi thekson lidhjet e udhëhecësve kosovar me ata të shqiptarëve të Maqedonisë, si dhe me vet Fatos Nanën dhe Fatos Klosin, njëri ish kryeministër dhe tjetri ish shef I shërbimit informativ të Shqipërisë. Përmenden edhe lidhjet e tyre të drogës, duke implikuar njerëz të afërt me politikën. Shërbimi I NATO-s përmend një fakt se rrogat e prillit 2003 të antarëve të Shikut ishin paguar nga PDK-ja. Në dokumente përmenden me emra dhe mbiemra mbi 160 udhëheqës të Shikut. Raporti përmend edhe lidhjet e ndërlikuara midis Shikut dhe TMK-s. Krerët e Shikut e kanë mohuar vazhdimisht përfshirje në këto krime. Ish drejtori I kësaj organizate Latif Gashi kishte thënë për kohën ditore se raporti inteligjencës amerikane të KFOR-it duhet I nënshtrohet një hetimi institucional. Gazeta ka kërkuar qëndrime nga Partia Demokratike e Kosovës për shkak se krerët e kësaj partie implikohen në veprime të paligjshme, por nuk I ka marrë ato. Qëndrim për shërbimin e saj nuk ka dhënë as Lidhja Demokratike e Kosovës, derisa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se lideri I saj kur nuk ka pasur kontroll mbi kurfar biznesi, përfshirë biznesin e naftës, siç pretendohet në raport. Zëdhënësi I AAK-s ka thënë se kjo është një informatë që jepet për ta dëmtuar Haradinajn dhe AAK-n në kohë zgjedhjesh.